vetëm e vetëm që të zgjidhet e drejta. Nuk po kërkoj unë që të bëhem pronar. Atëherë jemi këtu me banorët e fshatit Rjoll, pikërisht ku po ndërtohet pa drejtësisht në pronat e tyre. Një ndër përfaqësues të banorëve prek molla të na sqaroj me pak fjalë se ku qëndron pa drejtësia që po ju bëhet ju. Ne këtu jena për arsye sepse kjo firma këtu, firma e Ulaj, ka hyrë në pronën tonë. Edhe vjet kanë hyrë këtu poshtë për ndërtim. Po. Çështja është Dhe ata na nxorën një leje edhe vjet. ju pretendoni se jeni pronarët legjitim të këtyre projeve. Ne pretendojmë sipas Dhe- dokumentave që kemi. Sipas dokumentave që keni ju. Ndërkohë, Bashkimi Ulaj që po ndërton këtu pretendon se pronarët janë të tjerë. Pa, të tjerë. Dhe për këtë çështje jeni në gjyq. Në gjyq. Apo jo? Pa. Keni fituar shkallën e parë Pa, e dhe vërtet. jeni në apel. Jemi në apel. Siç ma shpjeguat Pa, ju. jemi në apel. A ka një vendim gjykate nga apeli? Jo, nuk ka. Me datën 16 kena seancën në radhë, seancën gjyqësore të radhës, se jeta njerëz, ta policë që janë këtu, me shkuën shtëpit veta ai, me nal punimet dhe ne mu përplas me dokumentat tona dhe të ati. Po. Cilat janë vërteta, ex token, vazhdojmë punën. Po. Ka s'du për të, ka s'du për gjithve. Tani, kjo është një padrejtësi që vazhdon për 35 vjetësh, ku qytetarëve të këtij vendi nuk u jepet e drejta e qartë e pronësisë dhe zhvillimit pronës, E vërtet. qëllimisht në mënyrë që këta që janë oligarkë, këta që janë ushtarët e bindur të Belinda Ballukut, siç e pranon vetë ajo në përgjimet që dalin, Po e dim ton. të vinë të grabisin pronën nga banorët dhe të ndërtojnë rezorte. Vetmi arsye pse kjo gjë bëhet është që banorëve dhe pronarëve legjitim të tokës të mos u jepet ajo që u takon nga ai që është investitor, por të merret për asnjë gjë. Këtë që po vuani ju e kanë vuajtur mbar banorët, sidomos Bregdetit Jugut, tashmë edhe të Zvërnecit, ka ardhur radha tek ju, do vazhdoj edhe më tutje. Dhe bravo qoftë që reagoni, detyra e gjithëve ne që merremi me politikë është që të vinë dhe t'ju mbështesim. Unë i përshëndes ty dhe gjithë secilin që vjen këtu në mbështetje tonë, vetëm e vetëm që të zgjidhet e drejta. Nuk po kërkoj unë që të bëhem pronar. Nuk po kërkoj që i këti se të më ardhon. Jo e zotni. Të ikin ai që i ka falso. I kam çu provat në spak, i ka spaku dhe nesër. Ju që keni ardhur, keni marrë mundimin, keni ardhur tu, na lumturoni prapë nëse vini të spaku në orën 10. Nesër Jena para në 10. Patjetër.